Erdha me gëzim për të më shuar këtu, mbas gati 3 dekadash. Shenjtori i madh që përkujtojmë sot ne ka një jetë dhe një dëshmi të jashtëzakonshme. Ai lindi në Kapadoki dhe u rrit nga prindërt krishterë në mënyrë devotshme. Jati i tij vdiq si martir kur ky ishte shumë i vogël, dhe ëma që ishte me origjinë nga Palestina e mori dhe shkoi në vendin ku jetonte ajo, në qytetin e vjetër të Lidas, Lodi i sotëm në Palestinë, dhe u rrit në frymën e krishterë. Një fëmijë jashtëzakonisht i zgjuar, i sjellshëm, i pashëm, dhe kur arriti moshën 20 vjeç, nga që vinte nga familje e dëgjuar fisnikësh, u fut në shërbimin ushtarak, dhe dal nga dal filloi mori gradat më të larta që mund të jenë, derisa u bë kont dhe general i madh i ushtrisë romake të asaj kohe. Perandori Dioklecian, një tiran i madh, cili ishte një dhujtar dhe filloi një përsekutim të tmerrshëm kundër të krishterëve, dha urdhër që në gjithë perandorinë krishterët jo vetëm thjesht të dënoheshin ose të merrej pasuria, po të torturoheshin e të vriteshin. Edhe gjergji i ri në atë kohë ishte tek 20-tat, por i frymëzuar nga mësimet e Zotit dhe nga besimi i madh që kishte, mendoi që tani kishte ardhur ora për të që tipte dëshminë e vërtet edhe me jetën e tij. Dhe kur perandori kishte thirrur gjithë senatin e gjithë guvernatorët e perandorisë, Shenj Gjergji u fut në sallën ku ishte ai dhe u drejtua perandorit duke i thënë që nuk është mirë, thotë, që të vrasësh njerëz të pafajshëm, njerëz që s'kan bërë asgjë, thotë, po sepse adhurojnë Zotin e tyre të vërtet. Kur dëgjoi këtë fjalë, perandori u shtang, se nuk e priste që do vinte nga ky general të cilin e donte më shumë se të gjithë të tjerët. Dhe nuk po kuptonte pse Gjergji po e kundërshtonte atë. Dhe e pyet që çfarë besimi ke ti? Dhe i tregoi që besoi, thotë, Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur. Perandori u tërbua nga zemrimi dhe urdhëroi ushtarët e tij që ta godisnin. Por në jetën e Shenj Gjergjit ka ndodhur mrekulli të jashtëzakonshme, si i dëshmi e madhe e besimit të tij, sepse çfarë janë jetët e shenjtorëve? Jetët e shenjtorëve janë vazhdimi i akteve të apostujve. Nuk gjithë ne kemi dhe aktet e apostujve, se çfarë bën apostujt mbas ngjalljes së Krishtit. Dhe jetët e shenjtorëve janë një vazhdim i atyre. Ne nuk i lexojmë jetët e tyre thjesht si biografi, po i lexojmë si një ushqim shpirtëror. Ashtu si ikona nuk është thjesht portret, po është një dritare për të parë botën e përtejshme, një lidhje shpirtërore me jetën e thellë shpirtërore. Prandaj edhe në këtë lexim i kemi si ushqim shpirtëror, e duhet i lexojmë vazhdimisht, sepse duke lexuar ata mund të fillojmë të modelohemi sipas tyre. Siç drejtohet Shën Pavli në letrën e tij dhe thotë: "Bëuni imituesit e mi, ashtu siç unë jam imituesi i Krishtit." Duke lexuar jetët e shenjtorëve, ne mund ta kemi këtë gjë. Mund të ndizet në shpirtin ton drita e besimit. Nëse nuk i kemi mendjet tek librat e shenjtë e tek jetët e tyre, është shumë vështirë për njerëzit të pajnë besimin e vërtetë. Do kenë një besim nga jashtë, do vinë për Pashk, do vinë ajër për të kunguar, por nuk do kenë një jetë të thellë shpirtërore. Këto lexime na ndihmojnë ne. Dhe perandori urdhëroi që të torturohet. Ndoshta ju keni dëgjuar shpeshherë jetën e tij, po disa nga torturat që i kanë bërë ishin të tmerrshme. E lidhen me pranga, e shtrin dhe i vun një gur shumë të madh në gjoks. Që çdo njeri tjetër ndoshta do kishte vdekur nga ai gjë, po duke pasur një fizik të fortë, nuk i ndodhi gjë. Dhe ditës tjetër e thirrën përsëri në pallatin e perandorit, rojet, dhe filloi përsëri të fliste që nëse do bësh fli perëndive tona, do të jap thotë gjithçka që do të dëshirosh. Po ky u përgjigj përsëri me guxim, duke i thënë që ato besime që keni ju janë qesharake. Ju nuk mund besoni gurët, drurët edhe njerëz që s'kan asgjë lidhje me Perëndinë e vërtetë. Dhe filloi të fliste për besimin e tij të krishterë. Perandori urdhëroi që të torturohet përsëri. E lidhën në një rrotë shumë të madhe të zhveshur lakuriq dhe poshtë ishin tehe shpatash dhe
gozhdash e gjërat e tjera dhe rrotullonin. Në fillim, ky filloi të lutej me zë shumë të lartë, pastaj heshti. Dhe perandori mendoi se ka vdekur. Dhe shkoi të lavdëronte perëndit pagane në tempullin e Apollonit, duke kujtuar që e mundë këtë. Por një mrekulli tjetër ndodhi përsëri. Jo vetëm që nuk vdiq, po Perëndia e shëroi çdo plagë, çdo gjë të tij. Dhe kur i than perandorit që gjergjën cilën ne kujtuam se vdiq është shëruar dhe është përsëri, ky erdhi i zemëruar duke menduar që ky bën magjira. Prandaj bëhet në të formë. Dhe i thonte që largohu nga këto magjira dhe unë do t'jap gradat më të mëdha. Madje i tha që nëse do i flijosh perëndive pagane, do të bëj të dytin perandori mbas meje. Dhe Shëngjergji u përgjigj përsëri me guxim, edhe me qetësi, duke thënë që gjithçka që mund të më japësh ti në botë, nuk më duhet. Kryesorja të shpëtohet shpirti i njeriu, siç thot Krishti në Ungjil. Çfarë do bie do ketë njeriu të fitojë gjithë botën nëse do humbasi shpirtin e tij? Sot të fjalë ndoshta njerëzit i duken pak si të habitshme, sepse jetojmë në një kohë ku njerëzit janë vetëm materialistë, mendojnë vetëm për pasuri, për të grumbulluar gjëra, dhe harrojnë që një ditë shumë shpejt do i lënë gjitha këto. E çfarë do japin në këmbim të shpirtit të tyre? I suksesshëm nuk është ai njeri që bëhet i pasur, as i pushtetshëm. Sikur të kesh pushtet mbi gjithë botën, e ti je më i pasur i botës, përsëri nuk je i suksesshëm. I suksesshëm je nëse ti do shpëtosh shpirtin tënd, se çfarë do japësh në këmbim të shpirtit kur të paraqitemi përpara Zotit. Suksesi i botës është i përkohshëm. Suksesi në jetën shpirtërore dhe në lidhje me Perëndin është i përjetshëm. Dhe duke pasur këtë besim të madh, ai kishte këtë guxim kaq të madh. Dhe Perëndori urdhëroi përsëri që ta hidhnin në një grop gërqerie të pashuar, që të digjej dhe të shkrihej gjithë trupi i tij atje. Dhe ashtu e bën. Shëngjergji i lut Perëndis përsëri me lot dhe shumë fort. Dhe mbas 3 ditësh, ku erdhën, se urdhëroi që të merren kauckat e tij dhe të flaken, u habitën kur e pan që ishte i plot, s'kishte asnjë lloj dëmtimi. E në të kohë, gjatë torturave, shumë njerëz që shikonin të mrekulli ktheheshin edhe bëheshin krishterë. Dhe Perandori nga zemrimi, pa gjyq, të gjithë ata që thonin në ato çaste diçka për Jezu Krishtin, ju priste kokën. Dhe mendoj që duke qenë magjira këto që bën Gjergji, thirrri një magjistar shumë të madh në atë kohë, Athanasit, i që njishte në gjithë perandorin, dhe ai erdhi duke sjell 2 lëngje, me njërën ishte si punë droge, dhe me një tjetër kishte që mund të vdiste, një helm i madh. Dhe ja sollën, i tha perandorit, jepe këto, thot, dhe i do vdesi. Edhe ai dha, edhe Shëngjergji piu me qetësi, piu të parën, asgjë s'ndodhi, piu të dytën, asgjë s'ndodhi. Dhe vetë magjistari u manit nga kjo gjë, që si ka mundësi ky njeri nuk vdes nga helmi, sepse Zoti në Ungjil na ka thënë dhe këtë gjë. Nëse do kemi besimin e vërtet, do pini, thot, dhe helm t'ju japin, thot, nuk do helmojeni. Dhe fuqia e besimit dhe mrekullia e besimit është e jashtëzakonisht e madhe, por duhet keni parasysh diçka. Ne nuk duhet ta tundojmë Zotin, sepse ka njerëz shpeshherë që tundojnë Zotin, mund të kthehen sot në shtëpi dhe thot, do pi një helm, e do më shpëtoj Zoti. Nuk do ju shpëtoj. Nëse do pini helmin do vdesni. Zoti nuk plotëson teka, plotëson nevoja. Ju e dini para disa kohësh, një njeri në Rusi shkoi ke guva e luanëve në kopshin zoologjik, e tha do hidhem atje, thot, dhe Zoti do më shpëtoj. Dhe u hodh atje. Luanët e shkyen. Zoti ka shpëtuar shpeshherë njerëz të tillë, por jo duke tunduar atë, jo për teka. Kur do jemi nevojë shumë të madhe e do kemi besim, Zoti do nda ndodhet pranë. Zoti nuk plotëson asnjëherë teka, se nuk na përkëdhel, plotëson nevojat. Kështu duhet bëjnë dhe prindrit. Nuk duhet të plotësojnë tekat e fëmijëve, po të plotësojnë nevojat, ato që i duhen, sepse tekat nuk e ndihmojnë fëmin. Nevojat janë të nevojshme. Prandaj edhe Perëndia nuk na plotëson dëshirat kota ne, sepse e di që nuk janë për të mirën tonë. Dhe duke parë gjithë këto mrekullira, edhe ky magjistari u kthye. Edhe thirrri me zë të madh që Perëndia i Gjergjit është Perëndia e vërtet. Dhe qoftë magjistarin, qoftë një tjetër që u ngjall nga fuqia dhe nga lutja e Shëngjergjit, dhe Zoti ngjalli dhe një të vdekur, të dy ju preu kokën. Dhe urdhoi pasaj që t'i pritet koka edhe Gjergjit. Dhe në 23
prill, që festojmë dhe ditën e tij, perandori e ekzekutoi atë. Ekzekutoi atë dhe ekzekutoi edhe gruan e tij, sepse ajo u kthye. Dhe jeta e Shëngjergjit nuk ishte jeta e një heroi tragjik. Ai e dinte që Zoti e kishte mundur vdekjen. Prandaj dhe apostujt, shenjtorët kishin këtë fuqi kaq të madhe, sepse ato e dinin që Krishti kishte mundur vdekjen, armikun e përbashkët të gjithë njerëzve. E në ngjalljen e Krishtit duhet gëzohemi të gjithë. Fitoret e tjera janë gjysmake. Fiton një parti, i dhurohet partia tjetër. Fiton një skuadër, i dhurohet skuadra tjetër. Fiton një komb, i dhurohet kombi tjetër. Vetëm në fitoren e Krishtit mbi vdekjen duhet gëzohen gjithë njerëzit, sepse Zoti mundi armikun e përbashkët të gjithë njerëzve, të vdekjen. Të gjithë njerëzit, pa preshtim, gjithë do vdesin. Ky është armiku i përbashkët të gjithë njerëzve. Dhe festa e Pashkës pikërisht kjo gjë është. Dhe ngjallja e Krishtit i fuqizoi apostujt e gjithë shenjtorët për ta përhapur atë besim. Edhe shenjtorët janë martirë sepse dëshmojnë se ç'është fjala martir. Fjala martir është fjala e dëshmuesit. Në kuptimin e parë, këtë kishte ai që dëshmonte në gjyq. Edhe fjala dëshmor e jona nga kjo vjen që jep një dëshmi. E martirët, dëshmorët ishin pikërisht ata njerëz që dëshmuan për besimin e tyre edhe kur jeta e tyre ishte në rrezik. Ndërsa sot shpeshherë besimi është ftohur pak, është bërë i vakët. Shumë njerëz ju vë dhe turp, të bëjnë dhe kryqin në sy të disa njerëzve të tjerë, sepse nuk e kanë besimin e fortë. Askush nuk do dënohet se bën kryqin, askush nuk do i thot ne diçka. Nëse do jetë besimi i fortë, do dëshmojmë ne për besimin. Dhe besimi më i madh nuk është dëshmimi nga jashtë, se mund të bësh dhe kryqin e prap nuk ka shumë fuqi. Besimi i vërtet është me veprat tona, me ndryshimin tonë shpirtëror, sepse njeriu nuk ndryshohet nga jashtë. Nuk ndryshojnë njerëzit si ndryshojnë xhaketën ti. Reforma mund bërë njerëzit pafund, asgjë nuk ndryshon. I vetmi ndryshim është ndryshimi nga jashtë, kur njeriu fillon pastron zemrën e tij nga çmira, ligësia, xhelozia, inatet, mërira, lakmia. Këto janë ato që shkatërrojnë njeriu. Jo vetëm atë, po shkatërrojnë dhe njerëzit janë rrotull njeriu. Prandaj edhe modeli i shenjtorëve është kaq shumë i rëndësishëm për ne. E një shenjtor i madh si Shëngjergji, i cili ka bërë mrekullira jo vetëm gjatë kohës jetonte, po dhe gjatë gjithë shekujve. Prandaj dhe fama e tij u përhap në gjithë botën. Është një nga shenjtët më të mëdhenj universal. Nuk ka vend krishter që nuk nderohet ky. Me mira kisha janë kushtuar. Shumë kombe kanë zgjedhur si patronin mbrojtës të tyre, si Anglia, Gjergjia e shumë të tjerë. Edhe në vendin tonë kulti i Shëngjergjit ishte shumë i përhapur. Dhe prandaj dhe ka mbetur sot akoma në memorie, që e festojnë me 6 maj, sipas kalendarit vjetër që festojnë atëre kisha, ditën e Shëngjergjit, sepse kulti i tij ishte i përhapur shumë. Mrekullirat të tij kishin ndodhur pafund. Prandaj edhe në vendin tonë ka shumë kisha kushtuar Shëngjergjit si në gjithë botën. Çdo ditë që festojmë të shenjtë të madh, le të kujtojmë dhe jetën e tij. E le të kujtojmë dëshminë e tij të madhe me jetën e tij dhe me sakrificat që bëri për ta përhapur këtë gjë. Dëshmorët gjithmonë jo vetëm shpëtojnë veten e tyre martirët, por shpëtojnë qindra njerëz rrotull, sepse nëse njerëzit shohin realisht dikë që dëshmon për të vërtetën, padyshim që do të rënditen nga ai gjë, edhe ata do kthehen. Dhe kthimi do thotë që jeta e tyre do ndryshojë, do largohen nga e keqja e do përqafojnë të mirën, paqen e qetësinë. Ditën e sotme do doja të uroj vetë gjithëve që festojnë sot që quhen Gjergj, gëzuar edhe për shumë vjet.